Bashkëqytetarët tanë, politikanët Maqedonas duhet ta dinë. Nikola Pashiqi ka vepruar kështu, sepse shqiptarët u kanë mohuar çdo të drejtë, të pashkolluar, që kanë mund t'i blejnë lirë, të vrasë vlla, të shiten për pes para. Por sot shqiptarët në tokat e veta, në këtë republikë kanë 3 universitete. Nuk janë shqiptarët e 1913-s, me analfabetizëm. Nikola Pashiqi që ka dhënë urdhën me qindra të vrarë kemi 1913. 3.000 mbetje janë përballë nënës shqiptare në Zajas.